Të nderuar shqiptar, a keni frikë që po i rrisni fëmijët tuaj? A nuk ju dridhet dora kur mendoni se në çfarë Shqipërie po rriten fëmijët tuaj? Në një vend të kapur nga krimi i organizuar, i shtrënguar nga mafia, i qeverisur nga një politikë e korruptuar që nuk njeh as kufi moral, as përgjegjësi ligjore. A nuk ju shqetëson fakti se fëmijët tuaj po rriten mes bandave që kontrollojnë territore, mes politikës që i shërben para së PiS, mes institucioneve që heshtin ose bashkëpunojnë? A nuk ju tremb realiteti ku krimi ka më shumë pushtet se ligji, ku hajdutët vishën me kostum shteti dhe kundërshmëria trajtohet si naivitet? Si është e mundur të dashur shqiptar që të rini kaq të qetë? Si është e mundur që të pranoni këtë normalitet të sëmurë, ku kriminalët bëhen biznesmen, biznesmenët bëhen politikan, politikanët bëhen të paprekshëm, ndërsa fëmijët tuaj rriten pa shpresë, pa siguri, pa perspektivë? Po çfarë u mësoni fëmijëve tuaj çdo ditë? Se duhet të ikin nga ky vend? Se për të pasur sukses duhet të lidhesh me krimin? Se drejtësia nuk vlen, ligji nuk funksionon dhe vërtet ablihet? Kjo heshtje kolektive nuk është pa pasoja. Heshtja është bashkëfajsi. Qetësia përballë padrejtësisë është dorëzim. Indiferenca është leje për shkatërim. Një shoqëri që nuk kërkon llogari, prodhon një shtet që vjet pa frikë. Një popull që ul kokën rrit breza pa zë, pa guxim dhe pa dinjitet. Sot nuk është pyetja se çfarë po ndodh me Shqipërinë. Sot pyetja është se po e lejojmë? Ku janë prindërit që duhet të jenë zëri i fëmijëve të tyre? Ku është reagimi qytetar? Ku është frika e shëndetshme për të ardhmen e brezit që po vjen? Ky nuk është më një artikull. Kjo është një thirrje për llogari. Një kërkesë e drejtë për drejtë ndaj çdo qytetari që ende e quan veten prind, shqiptar, njeri me ndërgjegje. Sepse nëse sot nuk na trembe ardhmja e fëmijëve tanë, nesër ata do të na pyesin. Se heshtët